Omani ka paraqitur Iranit një propozim për një mekanizëm të përbashkët rajonal për të menaxhuar ngushticën e Hormuzit me tarifa vullnetare, tha një burim nga gjiri për Reuters të martën. Sipas propozimit të Omanit, i cili ka mbështetje rajonale, Irani nuk do të ushtronte kontroll të vetëm mbi këtë rrugë ujore jetësore, shtoi burimi. Propozimi bazohet në ngushticën e Malakës, ku ata që e përdorin ngushticën kontribuojnë vullnetarisht për të financuar lundrimin, mbrojtjen e mjedisit dhe kërkim shpëtimin. SBA pezulloi papritur një fushat sulmesh ajrore kundër Iranit gjatë fundjavës, duke rritur shpresat për një zgjidhje diplomatike që do të lejonte rifillimin e transportit detar në ngushticën e Hormuzit, e cila transportonte 1/5 e furnizimeve globale me energji para konfliktit. Presidenti Donald Trump tha të hënën se SBA po zhvillonte bisedime të mira me Iranin dhe se do të kishte një shans për një marrëveshje, por ai paralajmëroi se sulmet e SBA-s do të rifillonin nëse negociatat nuk do të jepnin rezultate. Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi diskutoi të hënën për ngushticën e Hormuzit me homologët e tij nga Omani dhe Arabia Saudite. Ai theksoi nevojën për të forcuar bashkëpunimin dhe për të çuar përpara përpjekjet e përbashkëta diplomatike për të vendosur stabilitet në rajon dhe për të larguar pasigurinë e imponuar në ngushticën e Hormuzit për shkak të veprimeve agresive të Shteteve të Bashkuara, sipas deklaratës së Ministrisë së Jashtme të Iranit.